Miqtë e mi, përshëndetje. Ju përshëndesim nga fshati Dritas, ku jemi rikthyer sërish pas afër 8 muajsh. Erdhëm në këtë fshat që ndodhet në Tiranë për të parë sa dhe si ka reflektuar qeveria apo pushteti vendor pas kërkesave të banorëve të zonës që ankohen për gjërat më elementare: rrugë, ujë, drita, kanalizime, vaditje etj. etj. Tani, ne pam me kamerën tonë që kishin hedhur një shtresë asfalti deri tek shkolla ose pak më afër me zonën ku ndodhemi, një shtresë asfalti që varionte nga 3 deri në 5-6 cm. E pjesa tjetër nuk bëhet fjalë për asfalt, por kanë hedhur çakull. Sipas banorëve, kjo ka ndodhur në prag të fushatës së zgjedhjeve të fundit. Pra është hedhur çakull në kohë elektorale. Ndërkohë që në projektin që ndodhet në hyrje të rrugës, pra ku ka filluar asfalti, nuk është shënuar rruga e lagjes ku ndodhemi, por asfalti mbaron tek rruga sipër. Pse është bërë kjo rrugë pa kokë e pa këmbë? Pra është bërë asfalt, ndërkohë që pjesa para është copë që del në tapiz, e pjesa tjetër është kjo këtu, që shikondi është me çakull. Banor, ju falenderoj sërish që jeni me mua në këtë emision të dytë dhe ne shpresojmë që të ngrëmë zëri për problemet tuaja. Xhelal, shqyr themi që u bë asfalti për aq sa u bë. Një ratë parë falenderojmë emisionin fol. Na kanë ndihmu mirë për shteti, nuk po reagon fare. Kjo rrugë është e pagume nga populli. Që do të thotë që t'ja kujtojmë? Që t'ja kujtojmë se është e pagume nga populli, që është hangër fonti dhe lekt e këtij populli një kohë kur rrugë duhet i bëj shteti dhe jo populli. Pra për ta sqaruar komunitetit, ju keni paguar si komunitet? Si komunitet kemi paguar lek për këtë rrugë. Po që ndymyshin tek fondi shqiptar, ë? Që te fondi shqiptar. Një kohë që është projektu, është bë fondi, projekti ndodhet në arshivën e komunës, njëri projekti tjetër ndodhet te fondi zhvillimit shqiptar në arshiv. I kërkojmë para se dalim tek kërkesat, pse ngeli asfalti aty ku ngeli? A na shpjegon dot? Atë nuk e di, atë e din ata që merren me këtë punë. Keni shkuar në komunë dhe keni pyetur a jemi ne në listë në projekt për të ushtruar rruga? Na kanë thonë që deri në tetor do të shtrohet. Pra deri në tetor ju kanë dhënë, po aty te tabela nuk është. Sa tetora hikën? Mirë. Kanë hik tetora një mas një, po deri në tetor na kanë premtuar që do ashtu. Po kur ju a dhanë këtë premtim? Para fushate. Para fushate. Po sa herë u kanë premtuar për tetor? Na kanë premtuar gjithë atë herë, prem 2000 e deri sot ne po vazhdojmë po të njëjtat gjëja. I kërkojmë kryeministrit të na shofi edhe ne si lagje, se rruga është e nevojshme për gjithë banorët, për ambulancën, për smute, për shkollat, për gjitha gjanat. E kuptoj. I kërkojmë shtetit vendor, i kërkojmë prokurorisë, i kërkojmë spakut të verifikohet ku kanë shku lekët e këtij populli, kush i hëngri, ku shkuan që ndihmishin e sot, që lekët janë dhonë edhe rruga nuk po bëhet. I kërkojmë ndihmë nga qeveria. Këtë mes. Ju nuk hapët gjyq. Ju nuk është sa hapët gjyq. Gjyq nuk kena hap, kena bë kërkesa një mas një, kena bë kërkesa në bashkie, kena bë kërkesa në fond zhvillimit, kemi shku me disa herë me gjithë njerëzit, edhe rruga nuk po na bëhet. Është bërë për t'i shku atij kryetarit të bashkisë Shkodrës. Tani është deputet ai? Po, Benet Becit. Benet Becit. Ai ka qenë atëherë? Ai ka qenë, po Benet Beci, se sot është kryetar komunë, kryetar bashkie. Iku bë deputet fare. Bë deputet. La dhe Tashti unë kaq kisha, i kërkoj shtetit ndërhim këtë punë që të na ndihmoj. Sa kërkesa ke bërë? Jeni lot me kërkesa? Me kërkesa kena bë pa mas, pa numërta. Ne keni vlerësimin tim maksimal si gazetar për kurajin që vazhdoni e kërkoni sepse
diçka u arrit pak, Ju falenderojmë për u hodh një radhën. çakull, po që është komplet e pamjaftueshme. Tani këto kanalet kështu mbetën këto. Që kanë bërë më keq këto kanale. Po, kështu e si shihni. Nuk u pastruan. Jo, nuk bëhet vlla. Pra ju me frikën e përmbytjes prap. Ne kërkojmë rrugën, kërkojmë ujtin, kërkojmë dritën. Dritat si shihni me telat që janë. Po, Ti shohin edhe gazetarët. hotelat me lidhjesh. Po, me lidhjet, Çanë, sa e kanë kaluar kanalet, zonat, asnjë sen nuk bëhet asnjë investim këtu në Bertin, zonën tonë. Nëse është e mundur, Tash- pak telin dhe Tash ti- fokusohet pak telin aty. Tash ti jep vaktin e tjerë, unë e bëj. Okej. Tani ky është kabull korrenti pëse, apo? Ky me Kabull- lidhjen, me këtë lidhjen këtu. Korrenti. Korrenti. Korrenti, po. Si e kanë saju atë kështu? Në arrem, Ato po në lidhje. laftë, është isë unë di që foli më. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne si popull i Dritës, Po? jena tepër të zhgënjur nga pushteti vendor dhe qendror. Po pse e zhgënjur? Ja ta sollën çakun, do thoshte Jo, jena kryeministri. tepër të zhgënjur pse? Jena fundi botës, si fshap këtu, për drita, për ujë, për rrugë. Fond jepet vit për vit atje, për maj kodre, Po? pastrohet i kanal vit për vit atje. Aha. Këtu ku është gjithë fusha nuk pastrohet as i kanal, as i vit. Ju s'mani mund t'jetë pastru kanal, a? Qa keni pastru vetë? I herë gjithsej, 40 dhe sa vjet i herë o pastru gjithsej. A kanë ardhi i herë? Në qa viti? Se më... Se moj men. Kolektori, po. Kolekta këta s'ka pyet kush në herë. Kolektori ku është? Është aty Ja, lart? për sipër. Aty ke kallamat, a? Po, Ai që u përmbyt juve. po, ai na përmbyt krejt. Dhe kryesorja është që na përmbyt na, vit pas viti, sepse liçeni gjithë verë nuk ka ku shko. Se s'ka kanal me vaditarët. Po. Uj ngel aty. Po. Kur fillon dimni, fillojnë shinat, ujti shpërthe na merr gjithë. As na lemrojnë kur e shlojnë, e hapin gjithë. Se plus projt mas që vjet, hapet dhe liçeni kur vje shiu. Në këtu bëhet det. As lemro kush. A mytën bakti, pula, a mytën tokat, s'ka fare gale këtu. Po Ne- kanë bet banor këtu baba? A? Kanë bet banor? Kanë betur banor që jetojnë? Syrja ka banor. Është e mushme. Banor ka, kushte s'ka. Ne vujmë për kushtet. Pra taksa pagu s'ka, po nuk ka Nuk ka shërbime. kushte. Se ja, o shekulli 21. Me sakrifica pas sakrifica e kanë saju ka i ma kanë njerëzit. Po këtu çdo muj do çesh makinë ta rregullojsh. Me këta garrojse, me këta gropa. Janë shpenzime. Kur e hodhën asfaltin? Këtë çakullën. Po të shire votimet. Edhe asfaltin për votime? Po, Të pa shumë të mendueshëm atje ke asfalti, qa? Nuk pëlqeu të asfalti. shti ekspert nuk ina. Po popull ina dhe kuptojmë dhe shofim. Rrugë pa krys në dhe asmi vend botës. Edhe pa fund. Aja rrugë për mua është e pa vleshme. Se është veç mesi. Ku do shkojmë? Kur të sa shke asfalti, ka do të shkojsh? Po kur të hysh ke asfalti, ka do të dalsh? Ka do të futesh? Po më dal këtej, po kështu është. Po, ojësoj, ma mirë mas të boshin atë asfalt. Jina shtepër të shgënyëm. Vind drita 80 volt, në 50 volt, i 100 volt. Nuk punojnë pajisit. Po ne ujtin e kina me puse. Që Nuk do e pas drita pak- një lip dhe pa uj. Po. Pra, këta janë kushte shekullit kalum. Jo sot, edhe tjesh me Bashkinë e Tiranës. Që jenë zonët e fella, i qenë herë ma mirë së ne. Ne jena sikur me qenë të dënum. Të dënum. Po jena të dënum jo ka Allahu. Allahu ne ka thonë gjithat mirat. Jena të dënum nga shteti. Pashtë ishin toka djerë këtu në hyrje. Sepse kjo është një zonë e sek me socialiste. Çini dhe ka, Ka- do ta kishin bërë. Prit pra, ka 30 dhe sa vjetë që votohet në demokracia ka morë vetëm socialistja votën këtu. Po sytë ke ky popull si ka shlu i herë.
I herë, Po doja jo. as njoni se besje nuk ka ngellë kështu. Po e normal se ajo duket. Kishe pyet njoni, kishe ndryshim. Po. Në shumirin atë nacional kryeministri për të na fut në Europë. Po mi pensioni 100.000 lekë, 80.000 lekë. E me këta gropa ku të shkojmë në Europë na. Ne po shkojmë grop, jo në Europë. Me këta kushte. Ambicia jonë është që në Shqipëri në 2030 pensioni mesatar jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë në 200 euro. Jina ma të diskriminumit. Në këtë vend, Këto zonat e tjera kanë rrugë. që do t'ishim i 100 herë ma mirë me sjene me Serbin. Jo me këtë pushtet si janë. Si do ishit më mirë me Serbin? Ma mirë me këta kushtet s'do ishim. Në shtetit si kërkojmë as lek, ne kërkojmë kushtet. Në na sjell ujtin vadit, si këta ara mas t'gelin djerë, punohen, tregun me na e ka ditë, Ku e keni pas tregun? ka të mundshim. Po të shishë s'ka treg ma, se kanë zonë ata qytetarë si janë aty tregun. S'lon ata mund, do t'a qesh valli 6 muaj do të rriti i bo shërbimon të rimes, Po. do t'ja loj ati. Çmimi është 2.000 lekë, ai ta merr 500. Ai fitoi 1.500 për 2 orë, na për 6 muaj bonin 500. S'kena si kusht. As si lloj kushti. Ne jena matë pa barabartit në këtë vend. Shteti s'ka kohë. As pyet. Po mimën kur erdhën ato zgjedhjet, a u erdhën ju pan? Me arkot? Jo, a erdhën edhe ju pan? Ur, Kushdo qoftë, Qa ti ka çdo pa? lloj partie. Ka pa 5 veta. Po mimën nuk e kapët për dora e ta Po sillit s'ke ku këtu. e kap se nuk të rëga, se s'ka bo si gjanë, qatë vite. Atë vite që valije se s'ka erdi ditë këto. Apo aja tjetër që hyni të shik. Ku? Kur zveri këtu kena? Asnjëri nga këta nuk pat Po këtu. unë se kam pa në herë, me së. Fare. Se pali nuk e njohin populli se Kur në botë? Ju se njihni votat i merr. Sa vjetë ka marrë votaj? Po s'ka erdi herë, me taku poplin këtu. Qa halë shkini, qa probleme shkini. Ata mjafton se i morin votën të avalinën dhe jena ha për vete. Edhe nuk është se jeni larg, ja ku është liçeni. Ku është Po liçeni? çfarë me liçeni? Na kina këtu Po, sipër tu sipër. sipër liçeni. Po për ne na më të liçeni, se gjithë verën nuk ka ku shkoj ujti. Zvadit kush. Liçenet janë kthej Ky turizëm. liçeni Kamzës. Jo. Si e ka ky Po këtu liçeni? sipër këtu, i sinamit. Liçenet janë kthej veç për turizëm. Jo, ky liçeni këtu si quhet këtu? I Çekezës. Ky Çekezës është ky Po ai këtu sa lart? kap neve. O ky këtu, nal, drejt. Po pra ky lart, si quhet I ky? sinamit. I Qinamit, a? Po. Duke ma sushlu gjithë verën, ujti ngel aty. Kur ku fillon dimri, fillojnë shinat, ujti do të vjerit na mloj neve. Ja kuptoj. hapin kartinë. Për ne, na s'kina ku mu adresu ma. Problemet i kena ngajt vazhdimisht, kujt nërmen për ne si karaj minut. Mu pot teletensionit nalt, është e kohës në verit. Nuk lidhet ma, se shinjet. Kafqieja, leshi linë tonë, banor të ushtun. E kanë shu dërë nikët, sepse atje o ka ditë me në stacion, Po? po leje jonë vazhdo dërë nikët. Aha. Shko deri në grep snalt, zonës Niklës, edhe na, s'ka, telat janë të shkrime. Zonën e kanë shtërin, fillot tapis dërë Nikël, po mrjetin tonë, s'ka dritë këne. Gabinat i këna ble vetë, telat vetë, shtëllat si shishiko druni vetë, mësuj. Edhe taksat po vet. Na ka shteti kërkojmë dritë, ujë, rrugë. S'po i kërkojmë hajde na punarën. Dhe vretjet mdoja i kina ke bujësia në gjithë anë. Pse? As i zjo s'vje kontrollume, as farë, as ple, as i lojgjoj, as herbicidet. E që ndodhë pastaj? Nuk prodho. Plenat i ke palon po, zhavort, bardh. E hus këtë vit, kur plugoj shtokën deli bardh. Se qeveria për ne na duhet.
Regulator është shteti për këta punë, jo populli. Ju ka ndodhur kjo? Ju ka ndodhur këtu personale? Për vitre, hajde shkim morim thesin e plenin dhe atje e prodhojmë. Baj hudhi uj me gjymë, po shkri, son zhavar i pudras. I hika e pudrimi e në zhavar e ke. Të shqip, Ti pret nga pleu ti, që të mbi bima ti. po qëfar? Unë po tham edhe farën. Nuk e etiket as mi farë, sa fuqia mbirëse. Se si mbas fuqisë mbirëse, përcaktohet në kilje farës. Po, të shmimi. Nëse fara nuk është 90, mbi 90% do të shtoj shtilet me plecu bimen. Po ta s'kina as i lloj etikete, as i lloj gjoje. As t'jep garanti. A është i skaduar, çfarë viti është, kur marrë skadenca, na si kina asnjë ndë. Çdo gjë derm thes. Pra bujësia në mjerim. Dhe nuk e di, po shtetë në botë pa bujësi, s'ka ku të shkoj. Bujësia e lonë. Ju kujt shoni për ta shitur? Po për ne ka ngel derë, pra se s'kina u eshe, si miellim veç për vete. Vetëm për vete? Po, vitet e para demokracisë, të s'kishe ka mu fut. I kishe që të gjitha, me perime, me gjithë gjonat. U narkoshin 2-3 mashina të shku të boka 2-3 rrugë ti shku, ke tregu në Tiranë, ke treni, me shumicë. Po sot? S'ke ku e qasët? Nuk ka bërë pika grumullimi? Ja, Po ne kemi dëgjuar janë bërë me qindra pika Ku? grumullimi nga i parti. jo, Me fondet e i parti. jo, këne s'ka. Po ne është lart. Këne nuk ka. Ne s'do t'i qëjmë lushnje. Ka bërë Velia një treg ande, nga zona ande. Ajo 3 kotë, për ne, Por ju është kot, ha? kotë. Po ne Ta ka kuptoj. tjetë komunë. Ure, ta ketë komunat vetën. Uluni. Komunat gjej pikën e mesit për gjithë zonë që mu lë, Na kuptoj. edhe e di që e prëzëj, po nuk kam rëtvujt për ta trektu. E qëj ke pika, Na kuptoj. çmimet, të jenë barabarta. Po jo, sa ti dojë ati grumlosit. Halli madh është. bre. Po, Halli madh. se dhe atje ka nga rëshëtësia. Se peshohet malli me legu, a i thot kur shitet malli. Po atje e di e sa ka shit malli, nuk e di prodhosi fshatarit. Nga ta kapësh hallet e fshatit. Nga ti kapësh. Pastaj, i nga lisët fshatarit, se nuk lejohet mu hos ky herbicid, pse ke hos ti? Po pse ke fshatarit do ta kërkosh këtë llogëri? Po ku ta kërkoj? Kujt ja kërkoj? Po mirë, fshatari ka laborator me pa se si është ai ilaç. Ky do të kapet nga vet kreu, nga shteti. Sa ti po thua, Pse fut mallin pa kontrollu? Ta ndaloj atje. Mori masa ka i grosisti si e bje. Ne jena ekonomia mëllme. Në s'kina demokraci. Me ekonomit mëllme s'ke demokraci. nëse akuza ka dhe për përdorim të tepërt. Pra nuk përdoret aq sa duhet, sa dhe si duhet. Po mirë, I lejushëm. në çdo komunë paguhet ka agronom. A keni një agronom? A? Nëse jofin, rruga merret. Ju s'ka ardhur ndonjëherë këtu? Po jo. Si qysh tek bëhet? Bile s'ka rrit puna kur çesh viçin atje me shit ose lobën do letrat. Po su kush jep letrat na s'dim gjo. A të shkoj gjej ata të shes mallin që jem si fshatar që më duhet leku. Pra vetëm tek momenti kur të duhet letra për ta shit, vetëm aty e mëson që ka një agronom, një veteriner. Jo, se mësem se s'dim ku ta gjejmë, ku është. Po si e bëni? E shit. Futja. Kur delet i këtë regu, vin ka hera ata të kohosën e sot do të sekuestrojmë mallin. Këta kushte ka ky popull. Për ne të amina të mërështisht të diskriminum. Si do të bësh ballë me gjithë këtë varg problemesh, mos me e gjithë si mund t'i bësh ballë për dalë më kryt. Faleminderit, bro. Faleminderit. Ju përshëndes si radio televizion, për mundimin që boni, për na çu zonin tonë aty ku duhet. Ju falenderojmë jashtë mase. Faleminderit juve. Faleminderit. Të flasësh? Kam çast fol. Këtu mos foldi. Se kina prata, Tani- pa fol veç për rrugën, as për gjë tjetër s'fol.
Se bujësia jonë dihet ajo punë. S'ka bujësi këtu kena. Po dihet për skater këtë është, s'ka asgjë gjë tjetër. Pagën e rrugës i lehet në gjysë atje. Pikërisht për atë rrugën që u lan gjysë. Po nuk e dim se ka. Se pse bëhet A këtu. pyet ata, s'pyet ata. Drejt këtu është, faza 2 thotë është për ju. Kur është faza 2? Po prishet asfalti rrugës lart në lagjet. Po. Tash ka qenë asfalt. E kanë ngryt. Këtu lehet zhavarësisht është. Ka botëri aty pranë Rusi. Pra, aty ku ka qenë aty E ka ngry, e ndë ahut për sipër. Pa një pjesë rrugë, neve këtu fare. Ngri zonin kush të stan gjë kush ne. Pra ju keni diskriminim brenda llojit. Patjetër. Një pjesë e fshatit Patjetër, në asfalt, një pjesë. Patjetër. Ne në kufit, në noshta nuk na qyn shqiptarëve ose të zonë Tiranës. Ato quhet qendra dhe për të Se vet ajo pjesë bëhet aty, pjesë i qendër. Aty gjë Aty është pa hyrje. Atje po 4 herë rruga. Tu asnjëherë. Qysh 90 në kohën e komunizmit. Që ke rrugësh kohën e komunizmit, ta kanë hap karanar vet. Se s'ka pas rrugë. Por krahun atje kena shtruar ja 3 herë fulla kat vet. Edhe kjo është përfundimi i sinodhit. 3 herë. Dhe lek tonë. E kuptoj. Ç'a do bëhet me këtë rrugën tuaj? Ç'a do dim asgjë. ju vetë si banorë? Ne nuk dim asgjë ku ma ku. Nuk ta ngjoj kush fjalë. Pra ti po thua Shësheret ke që ke kry herë- gjithat? Nuk ka mo, s'ke çfarë fol mo, s'ke ku të kapësh. Nuk ka ngela si gjom. Nuk ke ku të kapësh. Shko me taku është fjala. Po sikur ha, sot a nesër, pas nesër, pas Kë ke nesër. shkuar Po takosh? krye plakun ton. Ku është krye plaku Jo, tani jo. aktualisht që flasim? Se Është di ku është. është këtu? Po këtu duhet jetë, se ku duhet jetë? A shkon krye plaku e çon zërin tuaj atje? Se di. Duhet me pyet ata. Juve ju kam mbledhur krye plaku tani Asnjëherë. aftë? Asnjëherë. Asnjëherë. A e keni zgjedh ju? As nuk vje këtu. Po a e keni zgjedh ju Po krye s'ka plaku? në herë këtu në rrugë tonë me pa rrugën tonë, ose me pas një konflikt si kanë qenë ta, ose gardët i gjonë këtu se rrugët ngushta s'ka me pa një herë, po për të kaluar është ka kalu. Po me na lu i herë ç'është ke punë kështu Po zgjat. pse zgjodhet krye Se plaku? kam zgjedh ne, pa kam zgjedh vetë, ata s'ja kanë pas me kohë me vite. A Ka është qenë i partijake, emëruar? Ka qenë partijak. Mund të vetë ato ty me si Ju nuk keni bërë zgjedhje për krye plaku? Asnjëherë jo. Vetë ka ca vite si ka qenë bë. A kuptoj. Edhe vazhdon i njëjti. Ma i ona ti tjetër ti më mirë krye plak. Se s'lëviz dot venit, se sa X tjetër, se mund të bojnë më shumë se saj. Po në ndodhin këta gjona kështu. E kuptoj. Po kryetarit njësisë administrative. Po atje kemi shkruajt, s'kan çfarë të bëjnë, çfarë të bëjnë. Pas buni gjë bashkia çfarë, pas shkoi gjona të na shkuat nga bashkia, çfarë ka bërë. Kryetari ka shku shumë herë. Po në bashkinë e madhe keni shku? Jo, Nuk keni shku. me thon kot, me shku. Qa me shku tani Me si thon ju? kot, Edhe kryetari ish brenda tani. me thon kot. Kanë qenë kohët për para që dalë. Jo sot, po kohët për para po. Ankesat i kena bo, Po, pa tjetër. dokumentat i kena qu, Po. flet asaj pagesave i kena qu. Pa tjetër Te bashkia madhe një, te mini bashkia numër 6 është te stacioni Trajsa ka ajo mini bashkia. Angesa e mbo plot, po asë gjë se Ankesat i kemi qu, letrat i kemi qu, mandatet i kam qu, asnjë përgjigje. Nuk ka gjë për harit për Kemi kene. edhe Burgaxhiun e kam taku, Burgaxhiun Po. që është një burg sot e Rion Velin, e kam taku gojarisht. Edhe ka thonë dhe shofin, edhe se ka. Kur e takove tjetër? Para se të binte në burg. Se tani. Jo, po shkosh edhe e takon, se shkojnë, e takojnë. Dhe se i përgjohet telefoni. Nga mirë. Po për para thash, jo sot e të dalë, jo sot e të dalë. Me anë rrugës, se ato moda se. Vje rruga aty, thët, sezoni 2 të dhe periodë, faze 2. Se që faze është kanë ta, nuk e di unë, për 2 kilometër Me rrugë. qenë shteti, me qenë prokuroria, shkon i gjendje, pra që i ka ati me projekte, me dosje, me kreta i ka ati. I kanë shduk. Ne s'dim që tjetër që me folë. Ju i keni bo hartim ata kështu. Po, Ato letrat. Ti bëm sallat, i grim ka herë. Ju i bë dokumentar. Po fiks fare. Ka gjë tjetër. Kena me sy veç nga qielli. Këtu ku vin për vota vin në për shtëpia, thu o burra. Ju erdhën të ratë për Po vota? jo, s'vje kush ka ardhur. Tani nuk vi më fare as për vota. Ku do vjeri? Ku do vjeri? Po s'vje pra se nga këtu nga ka qitë në Tiranë, ba brune për më kam. Ska si të Po vjerë. është me ka veshin kështu. Mu bashku me kamzën. Me bë kërkesë me u bashku me kamzët.
Se do i... Po kjo zonë kretë me komzën ka qenë. Gjithë ta fshatrat, Po? me komzën kanë qenë ferm. Po. Juve ju bashku me Tiranën që Po është... reforma zjedhore, reforma territoriale, neve në trumë Tiranë, babrone për në komzë. Është e kundër ta kret. Bra, Pse u po kjo thuat? se ishin zonë socialiste këtu. As për i gjatë tjetër. Edhe ju lanë këtë gjëne. Edhe dhe nuk shumë. Kamza me gjithë të shtruara. Po e dish ata se e morin votën këtu. Komzën ishin shtrure. Me kohët. Kam do po shqere, ka po si ka shtrumit dhe komplet. Po t'i keni një një shtrure. E në lajë. Ky vetëm ky oazi është. Vetë ky vjen jon këtu, është vetë këtu është. Kjo ka për çash bofë, Pra nga këtu tek ajo rezervuari, edhe sa shtrini këtu deri me krujen, domethënë kjo zona këtu. vetë kjo, vetë kjo. Në lidhje me kasallën. Ishin qenë. Me këtë gjendje s'do të na një shëron. Ma merr mendje. Po ishin këtu s'ka bë kush merr me pa me thon se a jetoj njerëz këtu si jetojnë. Me tregu tragjeditë e vjetra. Të nderuar miq, do kemi një ndërprerje të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish në fshatin Dritas. Fshati Dritas Lagja nuk ka Qeraxhias. drita. Po, lagja Qeraxhias. Qeraxhias, i dritasi, për ne bëhet dritasi, si përmendet veç dritasi. Ah. Qeraxhiasi. Atëherë Dritasit ja Ja kanë gati dritë, s'ka dritë, me shkolla me kredi kanë me Okej, asfalte. atëherë, Qeraxhiasi, fshati Dritas, lagja Qeraxhias. Ktu është halli. Atje ka drita, këtu s'ka drita. Edhe pse ka emrin fshati Dritas. Me njëherë pas publicitetit. Rikthehemi miq, ndodhemi në lagjen Qeraxhias të fshatit Dritas. Është një zonë bujësore, por që është shumë afër qytetit, qoftë Kamzës, qoftë Tiranës. Vetëm kjo zonë ku ndodhem unë, nuk ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka drita, nuk ka kanale, nuk ka ujë vaditës, tokat i ka djerë një pjesë të madhe, sepse këtu në 35 vite s'është investuar një lek. Ose, për qenë më korrekt, ai lek që është investuar është vetëm çakull si kjo, që hidhet për fushat elektorale dhe që merr fund me shiun e parë. E thash mirë. Përshëndetje, si që ti ke thonë shumë bukur ke folë dhe me që kjo rrugë është për një kanë ngel për një copë 2 kilometrash, se s'është më shumë, që lidh Tapizën me Kasallën, ne në lagja Qeraxhias, ne jeni këtu, unë jam rritu, si gjithë kujshit tonë, po me këta rrugë që kena, me drita që kena, ujë që nuk kena fare, si që dim, ujë s'kemi, drita sot ngreshën mjes dhe nuk kishna drita sot në 2025-ën, mos kesh drita është turpi botës. Dhe me thanë, unë nuk e di se si do futna në Europë, me që kryeministri jonë thot do futna në Europë, ne jetojmë, disa nga ne jetojmë edhe në Europë, edhe dim se si funksionon, po do futna në Europë me pa rrugë, do futna në Europë pa drita, do futna në Europë pa asnjë kusht, sidomos fshatrat. Fshatrat do të jenë prioriteti, qyteti ka prioritetin e vet, po dhe fshatrat do të kenë prioritetin e vet. Kështu që ne nuk di ku t'ja fillojmë, ku t'ja marrojmë në këtë pjesë që është turpi i botës që mund të flasim, të hecim në 2025-ën, të hecim me këtë lloj rrugësh, edhe fëmijët tonë të hecin në kom me këtë lloj rrugësh me shku ke shkolla. Ne duan është po të shkosh në kom nga këtu ke shkolla është afërsisht gjysore, po gjysore të hecish në kom me shi. Nuk është pak, edhe të futesh në për gropa, të dalin fëmijët e larmë nga shtëpia dhe të shkojnë në gjithë llaq ke shkolla, unë nuk e shoh të drejtë këtë. Dhe ka shumë probleme kjo lagja jonë, domethënë, po ti shofish siç e the edhe më parë, dritat janë me shtylla druni. Po ti shofish siç e dritat janë me shtylla druni. Të kesh dritat me shtylla druni, kjo është e pafalshme. Është e pafalshme. Domethënë, po të kalosh tu vazhdimisht të kaloj një kamion këtu, dritat bin në tokë. Nga që janë shumë poshtë, dritat janë, rëzohen shtyllat, që kanë bërë shumë vite dhe këta janë bërë gjithë me forcat e fshatarëve. Janë bërë me forcat e fshatarëve. Domethënë, unë po të them këtu nga 2001-shi, kjo rruga këtu që e kam shtruar unë personalisht, me lekët e mia.
Po, nga ura poshtë këtu e kam shtru unë me forcat e mia me babin që e kena hap gjithë fshatarët e kena hap me dorë, që nuk kena kap bashkini kena pas kërkuar dhe ndihmën e hap me përfadrom, e kam sponsorizuar unë personalisht, kam me lekët e mia e kam shtru këtë rrugën se s'ka pas rrugën, s'ka qenë rruga fare. Dhe po ta shoh siç e pen maloren atje dhe betonin e kena lëshu me lekët tona për me rregullu rrugën dhe është 2025 sot mbi 25 vite po jena po të njëjtën katastrofë. Unë nuk e kuptoj këtë se si mund të si ekziston akoma në Shqipëri kjo pjesë. Ata që na shohin të thonë, po mima e kanë me çakull. Çfarë përgjigje do jepje? Po, mund të jap përgjigjen që ky çakull që është lëshu, një shiu më i vogël me ra, këtu janë gropat. Po dalish prap të shi që është rru, nuk i ka bën një muj, e ki pra janë bë gropat, që nga një shi që ka rom. Kështu që ky çakull është provizor, temporary, si që është provizor maksimum nuk e shtyn 2 muj. Mund të shtyj ca kohë që me pjesën verore që nuk ka shira. Po kaq, mbaron kjo. Domethënë, pra nuk është zgjidhje asesi. Absolutisht jo. Nuk ka zgjidhje, s'ka pas zgjidhje. Ka 25 vite edhe nuk ma merret këtë zgjidhje. Siç pam edhe asfaltin që lësham atje, unë jam kontraktor vet. Dhe çdo kontratë që merret, dikush do ta firmos atë kontratën dhe do ta verifikoj dikush para se të paguhet ai kontraktori ai që po e bën atë punën. Se si po e bën me 3 centim asfalt, normal një asfalt rrugor që të hecin makinat do të jetë 15 deri 20 cm trashësia. Do të ketë 3 shtresa mëta, jo 1, 3 shtresa do të jenë në rrugën. Kështu që unë nuk e kuptoj se si mundën me justifiku me 4-5 centim asfalt edhe si mundën me e pagujt atë kontraktorin që kushto ai që e ka marrë atë rrugën për ta bërë. Këtë nuk po e kuptojmë ne akoma. Domethënë, vjedhja është e papame në rrugë, sidomos. Tashi, erdhi puna e votit me gjithë njerëzit u ngritën edhe ja dhan votat. Pse ky mos ja japi diçka popullit? Domethënë, nuk jena shumë, 2 kilometër rrugë. Ktu nuk ke trotuar ku të ecin fëmijët. Ku do shkojnë fëmijët? Ke shkollat siç e pe vetë atje sipër, aty s'ke ku të kalojnë fëmijët. Aty është rruga, aty nuk ka një trotuar ku të ecin fëmijët. Unë nuk e kuptoj se si e menaxhojnë këtë lloj projektesh, se si kanë këtë lloj projektesh. Unë nuk kuptoj këtu. Një shprehje vjetër thotë çdo popull meriton qeverinë e vet. Absolutisht. Dhe tani po e kthejmë ne nga ana jon, nga populli. Ne kemi faje apo vetëm fajet qeveria? Unë nuk e kuptoj ku do ta kena fajin, ne për arsye se ne desa po dalim me mirëmarrim rrugët vetëve. Po dalin gjithë moshe e thyre që janë këtu, edhe po mirëmarrin rrugën vetë. Ne po bojnë, siç e thanë, janë paguajtur një farë lekësh para 25 vitesh. Ato ku kanë shkuar ata lekët? Domethënë, ata u zhduken. Si duhet zhduken ata lekë? Kur janë paguajtur me një bank apo jo? Ku janë lekët? Domethënë, në atë kohë kanë qenë në qoftë se jam gabim, po kanë qenë mbi 1,5 milion lek. Po sot janë mbi 15-20 milion lek ajo me vlerën që ka qenë. Edhe më shumë mund të them. 2.300.000, po sot do të jenë mbi 25.000 euro, 30.000 euro. Po. Edhe po ti kishna në ata lek, domethënë ata mund ta shtrojnë rrugën vetëve. Domethënë, qoftë se shteti nuk don, ti na i kthej lekët mbrapsht me valuën që ka sot. Edhe po grejna gjithë lagja e shtrojmë rrugën vetëve. Nga që shteti nuk don, po mos vime kërku një taks. Ne rruga, ja ku ka salla, është ka salla aty maton, me asfalt me gjithë, me ujë me gjithë. Ne jena një lagje pak më poshtë, nuk kena as ujë, as drita. 20 mishi është atje sipër, po këtu nuk kena as 20 mish. Këtu kena siç e thanë më parë, këtu kena që nuk nezet frigoriferi. Këtu nuk nezet lavatriçja. Pra 2 fshatra ngjitur, njëri nënës, njëri tjetër. Absolutisht. Po, është tapiza siç është, edhe tapiza është afërsisht si puna jonë. Domethënë nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë më të madh se neve. Po me rrugën që kanë bën këta, domethënë vetë si ta rregullojnë diçka, unë mendoj që e kanë shkatruar gjithë. Të shtrojnë me 3 cm asfalt, për mendimin tim nuk ka më i shty 6 muaj. Nuk i shty 6. Mund të shty pjesën verore, po sa të vi dimri, kaq mbaroj ajo rrugë. Aty sa të futet një tral, sa të kaloj një tral, që të kaloj një tral i madh, ajo rrugë është prish. Kaq, nuk se domethënë ne po kërkojmë thjesht na ndihmojnë me rrugën.
ujtin dhe dritat. Po ta shofish këtu më aton, kena tubin, vin tubi nga sipër e vjen tubi poshtë, tubi i ujtit për këtë lagje këtu. Ujt pishëm. Ujt pishëm. Po? Lagja sipër nuk na e kasalla nuk na e ka lidh ujtin. Nuk një gjon me na e lidh se thot nuk është në kontrat, nuk e kena në kontrat me ulshu ujtin e lagjes poshtë. Domethënë ata kanë ujë. Ata kanë ujt pishëm sipër. Lagjes tonë nuk ja lëshojnë ujtin. Unë s'e kuptoj pse. Pse nuk e lëshojnë ujtin? Kontratën, jena shumë dakord ta bëjmë kontratën, pse mos ta bëjmë? Po ta shofsh kë shtëpia ime, Ju me puse, ë? nena me puse, po nuk vet ujë nuk është. E di si është ujti, si me qenë ky ujti këtu del nga ujti nga toka. Se ka shumë vende që kanë ujë me pusa, po kanë ujë pastër. Ujti jonë është si me pikë ujtin e shiut. Dhe me thanë, nuk kur shko me bot dush, nuk bot dush. Dhe me thut është del ujti kuq fare. Dhe me thanë, ne ujë nuk kena as ujtë pishëm, unë shkoj e mushi ujtin në nxallë herë, ose ndajt. Ujtin për me pi. Nuk, dhe me thanë, e para që nuk përdoret fare, o janë edhe një ujë ke ujët apizës, që shkojnë e mushin të gjithë lagja, shkojnë e mushin ujë për të pi, dhe me thanë, vendet të ndryshme. 2025, ne të futna në Europë, po të shkoj e di Rama me gjithë shokët e vetë, shkojnë të futën në ngropën në Europë, ku duhen vetë ata plak. Po s'është për neve. Ti je në Angli, më thanë? Unë jetoj në Angli, po. Ka ndonjë fshat anglisht shumë? Kjo ishte për humor, për batut. Ka, dhe me thënë, kjo, unë them që është turpi Shqipërisë për këta, dhe më vje shumë keq që unë erdha me atë dhe gjyse, dhe me thënë, një popullsi shumë e madhe që po vjen turizëm, edhe është shumë mirë që po kthej turizmi, po dhe turizmi duhet shofi diçka, jo të vit shofi mbedurinat edhe. Ky lagje nuk ka mbedurina fare. Unë i marr mbedurinat nga këtu i çojnë në Kams. S'keni as kosha. Ja zbot fjala. Nga këtu ne i çojmë këurët apizës, i çojmë mbedurinat. Edhe do të thonë populli pse ka shumë mbedurina këtu? Ka shumë mbedurina se s'ka ku t'i çoj. S'ka ku do t'i çoj mbedurinat. Unë i marr makinën time, këtu i çojmë Kamës mbedurinat, këtu këurët apizës i çojmë mbedurinat. Po kjo është turp. Po ai që s'ka mundësi, s'ka makina, ai do t'i hudhi diku. Te i kanali. Do t'i hudhi me një kanal. Pa ai kanali do dalin ato plenat diku. Ata do shkojnë nga këtu, kanali nga këtu do shkojnë lum, nga lumi, do shkojnë ke kolektori. Nga këtu do shkojnë lum, nga lumi do shkojnë det. Deti do t'i çojnë Bregdetit ton. Bregdetit ton që do t'i shohin gjithë turistat shqiptar apo që vinë turistat në Shqipëri. E pra, do t'ja shkon zinxhir. Domethënë, kjo është janë gjëra elementare që mund të bëhen. U jam shumë dakord që mund t'i bjerë koshat, mund t'i vej lagjes. Jam prapë dakord që unë e di se si i kanë kushtet lagja, po edhe po t'i vesh një taks të vogël për plenat marrimor, unë mendoj që çdo shtëpi është e gatshme. Pse ju nuk e paguani taksën? Taks pastrimi, gjelbërimi? Jo, në bashki paguani taksa? Pra ju nuk është se i paguni? Jo më burr, se si paguni, ai paguni kur shkoni me bot taksat e letrave, tokës. Ti man taks gjelbrimi, ajo. Gjithë i paguajnë më. Gjithë i paguajnë taksin e gjelbrimit më burr. Gjithë shkojnë e paguajnë. Paguani taks bashkia. Po aty pra është brenda. Ajo është ajo. Dhe është brenda taks gjelbrimi, siç e thanë edhe më parë, a nuk është turp, të shkojmë nga këtu e të shkojmë në Tiranë. Nga këtu të shkojmë në Tiranë. Pse duhet të shkojmë në Tiranë? Për çfarë? Spitalet në Tiranë, ne spitalin e kena në Kams. Për diçka shkojmë në Kams, pse duhet shkojmë në Tiranë? Për çfarë lidhje duhet shkojmë në Tiranë? Ajo kërkoni bashkim me Kamzën, siç keni qenë. Unë mendoj që po, duhet jena me Kamzën. Pse? Se këtu e kena lidhjen e. Unë do të shkoj 1 orë me shkum në Tiranë, 2 orë me shkum në Tiranë. Pse mos të lidha me Kamzën? Gjithçka siç e tha rrugat është me Kamzën. Dritat këta gjithë shkojnë ai paguajnë në Kams. Nuk paguajmë gjë në Tiranë. Unë në Tiranë nuk e mbaj mend vetë shkoj kur dal për qef. Pse duhet shkoj? Për gjithë gjonat i marrim Kams neve. Sot e kena gjithë në Kams. Edhe siç më korrektoni nëse e kam gabim, po gjithë gjonat po marron në Kams. Asnjë nuk shkon në Tiranë për absolutisht asnjë gjë. Edhe nga malet, gjithë malet i ka marrë Tirana. Nga që ne do jena këtu 5 minuta me Kamzën. E kuptoj, kam shumë. Andon. Kjo do të jetë një unas shumë e mirë dhe për linje urbane, për autobusat, për diçka. Pse mos të jetë nga Kamza këtu me dal në Kamp, mirë një rreth. Duhet të jetë. Fshatrat janë të bukur, fshatrat janë të pastër. Po thamuan që një linjë autobusi ka kërkuar njëherë ta shtrojë, por nuk e lanë. Po me sa e mbaj mend unë ka qenë Shpresa Alp. Shpresa Alp e ka pas kërkuar për ta bën unas.
Ta shtronte vetë diçka e tillë ka qenë. Dhe nuk ja aprovuna, diçka nuk jam shumë i informuar më këtë, por nuk ja aprovuna. Po pas ka ca dhi këtu. Që kanë ca dhi këtu? Po, dhi i kena, kështu që zotit ca dele i kena. Që kanë ca dele? Dhe lopë s'ka kush mi rujt ma, kështu që po ktheni fshat konsumator, po ktheni paka pas si nuk kena rrugë tjetër. Po qytet nuk jena ne, se ne jena fshat pa rrugë. Nuk i thot qytet kësaj pune. Pra fshat jo, qytet jo, qa jeni? Jena të mbarum. Jena të mbarum. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit që erdhët. Po jam i mendimi që shteti për shembull ta boj asfaltin, po të vej traun e paguajnë. Mo mirë e paguajnë. Me tra? Me tra. Na vej traun po të bëjnë rrugën. Na vej traun, të bëjnë rrugën. Ne jemi të drum ta paguajnë. Kaq keq ka vaj puna që jeni gati të paguani traun. Paguajmë. Gjithmonë paguajmë ne. Ti paguajmë gjitha, ti paguajmë në traun. Po ta vej traun, të bëjnë rrugën. Na Boj vej rrugën për rrem. Po na të vdekën një plagën të shi. Kilometër rrugë, 20 kilometër rrugë. Ma kuptimi. Nuk është Kjo është humor për kryeministrin. Na dëgjoj kryeministri edhe ta dëgjoj. Vej traun, ta boj rrugën, vej traun. Kryeministri ka shkel ndonjëherë këtu? Ki sot mi djesh, mi par djesh. Ai është i gjatë, nuk ka kom të hapën e gjatë, nuk bën balë. Më ka shkuar në përfshatra, ka shkuar ai, e keni parë. Ka shkuar deri në Peshkopie, deri në janë shtrumane. Janë shtrumane rrugat. A kuptoj. Tu ka deputetit thu ka kryeministri. Okej. Tu ska kryetar komune. Po rrero. Vje ja fut me shpejtësi sa më na bëj çik duhur, po. Për Velin, që unë nuk e di ku bie drita si. As si më shko menja për ta. Se këtë duhet ta vërtetojmë se ai në përgjithësi memorien e kishte të fortë për. Nuk pa e tham me vull. Ka pas një zallherin në Çerkezën. Ande. Aty ka pas. Sa aty ka edhe investime. Atje i ka çukret. Gjithë lekat atje. Patjetër. Atje është bërë bukur atje. Çerkezë po me 5 rrugë. Jetë bën në darka të drejta. Asfalt dynjaja atje rreth Asfalti u po liçenit. këtu për shembull ba futu ke kthesa çun tek ambulanca. Aty ka qenë asfalti. Edhe i rregull ka qenë. Po të doshim me vjetë prapë me që kanë bëhë këto vetë. Pra gërmun asfalt, po shtrojnë asfalt aty ku kishte asfalt. Po, kishte asfalt. Ju pa asfalt, mbetet pa asfalt. Ne pa asfalt. Qartë. Kaq kisha. Shumë i qartë. Faleminderit. Atëherë, ja, 2 fjalë të fundit, ju 2 më të moshuarit, se më ka mbetur edhe nga rradha tjetër. Se është pikpyetje e madhe. Ndërkohë votat i marrin edhe njerëzit ankohen. Votat i marrin, njerëzit ankohen. Dhe duket se atë i thash, çdo popull meriton qeverinë e vet. Edhe kur i publikoj unë këto emisionet në YouTube, thonë njerëzit, mirë du bëhet se vetë kanë zgjedhur. Të është i mas arrojmë se ndodhemi në Shqipëri. Po tjetë pa televizor s'ka njeri që flet nga matë nërshme. Mirë po ka hyrë dhe frika. Kanë frikë njerëzit. Po vjen të friksumë. Se për i gjotë vogël del bloko rrugë, merë më rrugë si huda punën. Kotë. Pra nej, popli është i të kurëm. Se gjithë ta gjona bëjnë mu. Ta nuk janë gjona të pakta. Thjesht, mërënda bashkisë Tiranës, me këta kushte, ne jena të falimentuar komplet. Imagjino në veri pastaj në jug. Po lejën ka lërë do të zvejtë fikën, njëllë ka shku asfalti, qërë thu? Ore këtu këna jo është qemeti. Sikur e kanë me jugë, apo jo? Po jo, unë kam thonë dhe këte. Duhet në rëmë dorë i herë, që masë ju bjem men. Se hamër se tonë, votat në japin. I kemi në gjep. Po. Si që kanë bastën për jugë në kote nderit. Po normale, jo, dhe të shtja ashtu është atje. Në kote nderit ishte... Po, ti e thej problem. I merët ujtit votat japin gjithë. Të shi, gjej realitetin këtu, se si shka puna. Edhe hajde mas tjeti trem popli. Ky është vënd paradoksesh. Këtu Unë kam kene- qenë edhe në Kuç, edhe në Trajqas, 2 vende që kanë protestuar se po u merret ujë, e po i qohet oligarkëve për resorte. O bën përplasje me policinë sa dush. Edhe kanë përfunduar dhe në Burg, Po. edhe kur vjen puna, morën po. Po. Ne jemi vend çuditërash. Të shi këtu, shpresat e këtij popli janë të marrume. Ata i dajnë vetë me njëri tjetrin gjonat, ti do të mojë shtaun këta,
Këta punë ndahen tavolinë, popli nuk pyetet as për lloj gjaje. Se po të pyetë popli asnjëherë nuk shko ke punë kështu. Ka di thua që Popli o krejt kot, sepse na ka thirr veten ver hoxha, populli ynë, jo populli ynë. Ne jena popull. ja kuptoj. Dhe për ne kena përfundu në këtë pikë që s'dim ka të shkojmë. Jo kote thash, ma mirë t'ishim me Serbin se kështu. E dhimbshme. Mos ma thuaj edhe më se Jo, kush na o dëgjon. realitet, Kush na dëgjon. o realitet. Edhe kur vjej, herë qërë me la kolektorin, nuk bje makinë me vete, po ta hu mbaqët kret dhen, fern, tendri hapet e meret tamam. Tu, jo, do të mori. Oj, do të ru, nuk ka drejt me të zaptu tokën. 6 metra deri 7 metra nuk e drejt as t'jasur as njëri shotat. Po pra, po, ka ma Në dërim gjithë vendet pse. e botës kur pastron kanalet vjen makina që ngarkojnë. Kanal, rrugë, çdo gjë, Zerat nuk çdo gjë. infektojnë tokën. Se infektohet toka. Ore, do të toka vjen bujqësore. me ka ditë rrugën, do të ketë makinë tjetër me hudh Keni parë bedurinat. se qarkullojnë tutoriale pa fund YouTube si i bëjnë një shtetit. Ore, Bërën jo rrugë, kanale çdo vjen gjë, makina. tendri merret i plot. Kotenderit. Jo, më jo, për atë Tendri merret i plot. Jo, ai mbetjet duhet shkojnë Po. të kanalizohen ka vend mbetje, Pse? ke landfillti. Ku të hudhën ata që verra, paguhen. martate, më temet? Madje ka dhe liq, që ti nuk ke drejt që mbetjet që nxjerr nga toka, qoftë edhe dhera, Po. ti edhesh diku. Ja. Ti çosh ke landfilli, e kemi liq me vendim qeverie. Ne duhet kërkojmë diçka që neve na Nuk më kuptove. Shiko, çdo njeri ka të drejtë të kërkojë një diçka. Ne nuk themi që kjo është e drejtë, kjo është e gabuar. Ja. Jo më burr s'do shumë. Më vjen keq. Unë nuk bëj më ekran aty më burr. Më vjen keq. Kolektori e ke me të drejtë. Shikoni letrën ku doni ju. 6 metra ke me kalu. Atëherë, aty do të hedhë ajo vetë. Po mirë. Jo, nuk i dhet buz kolektorit. Një Te e gjë di herë. sigurt, megjithatë Jo, e jo, lëm një të gjë se mund, një gjë mund. sjarojmë. E supozojmë te ke pas tokën tate, unë kam ble, mu kam marrë dërmë cep kanalit toka. Se kam ble me lek. Po pra, është toka ime, ti s'ke drejtë edhe Ajo është shpëndot pronë time. imja. Është pronë. Pavarësisht Prona kam nuk lënë rrugë. cënohet. Kanali është i jotit. Mirë. Prona sa O marron ajo është. miratu, o miratu rruga aty. Po ku do të hush vendim, rrugë? Këto janë halle. Halle mbi halle. Tu s'marrën hallet asnjëherë. Jo, këtu po të rrimë edhe i çik do të tregojnë gjëra tjera. Asnjëherë s'marrën. Jenë pa fund hallet. Tu. Sepse plonsh gjithë këtë fush. Si prodhon çdo gjë. Pa pikujti, o faqe zezë. Çdo vit la kanalet i Majt Kodrës. Po, Që e përdorin vetëm me vadit në Livas. po. Ju lutem. Nuk ka tokë produktive. Po, Këto është gjithë esenca. e kuptoj. Pra, fondi shko vit për vit ka i kanale atje. Kaq është. Këtu nuk hudhë 2 lek. 2 lek. Se është ajo që the që në fillim s'ka kërkesë llogarie. Pra kur s'ka kërkesë llogarie, Këtu është si ti doj qefi. ai qartë. Ai qartë. Këtu hecet mas qefit, shteti vetëm rregull, bashkia më rregull. Në bashkia s'është në rregull se e ka kryetarin burg për e punë, po. Ka bo që, ajo të najtë këtë dje. S'ka bërë gjë. Okej. Gjithë që unë atë kina bona si popull. Unë sa ma mirë, ti qesin ata si kanë fut në burget na qojnë neve atje. Se në burgina. O, kjo është e rëndë fare. Si të nxjerrin ata? Ty nxjerrin ata. Sepse me boj i qotë vogël, unë pere sa vite dënohen, 10 miliardët dënohet i vjetë 2. Ai qartë. Ose a i fëmije velis, është shumë gjarje trishtushme. Kurse fëmijët e këtyne tjerëve të fare, lehen pa non, pa baba të, e qënë burg tjetër. Këte ligje kina na. Faleminderit. Shumë e trisht. Unë së di që të folma. Shumë e trisht. Po, Ne fjalën tuaj do t'ja çojmë shtu kryeministrit që ta shoh. ne, Edhe si ti, edhe Xhelali, edhe një mesazh të fundit që të Ne- mos kthehemi në të njëjtën pikë. Çfarë do i thoshit po ta kishit përballë Ramën? ne ta kishim përballë pikës pari dhe do thosha. Falenderojmë me na çu me Europë, po si do të na çësh. Se ne po shkojmë grop. Se ku do të shkojmë na me Europë me këta kushte? Me çfarë arsye? Pensione qesharake. Me qartë. Mos i kthehemi nga fillimi se gjithë to halle probleme. Po, ne ju falenderojmë juve që na respektoni për të na çu zonin ton atje. Se Faleminderit. neve s'na prat kush atje, s'na dako kush neve atje. Ne na të parum. Xhelal, çfarë do i thoje kryeministrit? Kryeministrit duhet i them këtë që qoftë ka mundësi me e kthy si unë edhe një herë nga fshati, me na pa
se ne jetojmë në një jetë jo normale. I lutem, kthe kokën ne nga fshati një herë, na rregullo rrugën, na rregullo dritat, na rregullo ujtin, që edhe ne të bëhemi si gjithë tjerë, si gjithë Europa. Faleminderit. Ka të kisha. Të nderuar miq, Falenderojmë edhe emisionin tuaj që na përkrahni, do të thënë për çdo rast që populli ka nevojë. faleminderit. Shumë faleminderit edhe për Të nderuar miq, këto ishin mesazhet e banorëve në emisionin e dytë në Dritas Lagja Qeraxhie. E përsëris Lagja Qeraxhie, jo Dritas Qendër, sepse Dritas Qendër e kanë sjell asfaltin, mirë keq, 4, 5, 7 cm. Kjo është punë e organeve ligjzbatuese, por e kanë sjell asfaltin. Këtu, jo asfalt, por këtu nuk e di ma do gjejmë njerëz kur të vinë për herë të tretë, sepse arsyeja është që njerëzit po mbahen me thonjë pas pronës tyre, pas jetës tyre të krijuar në këtë vend ku kanë besuar fort që do bëhet një ditë. Vetëm ky vend në Tiranë, në këtë zonë, është pa rrugë. Ka rrugë Majtas, Djathas, para dhe mbrapa. Këtu është zonë internuar, është ta në internim, se këta nuk kanë rrugë. Kanë bërë një rrugë pa kokë e pa këmbë, pa fund e pa krye. Miq, emisioni rrallës do jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë ku ne do të shkojmë, pa përtuar bashkë me operatorin Robert Sani, për të sjellë të vërtetat reale të qytetarëve, si ata jetojnë nga jugu në veri, nga mali e ndet. Ne do sjellim vetëm të vërteta. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.